Shqiptari ero u hodh në lumë për të shpëtuar shoferin e autobusit në Torino. William Tell, një emër eroi për një shqiptar që jeton në Torino, tregoi për Euronews Albania momente dramatike kur përpall me një incident tragjik kur një autobus përfundoi në lumë. Si instruktor kanotazhi, ai veproi minjëherë për të shpëtuar çdo që ndodhej brenda mjetit të fundosur. Duke rrëfyer përjetimin e tij, Teli tha se ndodhej në një zyrë me kolegët kur dëgjoi për aksidentin dhe pa humbur kohë doli me motoskap për të mbërritur në vendngjarje. Brenda 1 minute e gjysmë arritëm pranë autobusit dhe unë hyra brenda për të shpëtuar çdo që mund të ishte aty, tha ai. Sipas Telit, autobusi kishte përplasur më parë 3 gra kalimtare të cilat fatmirësisht shpëtuan pa pasojë të rënda. Ai shtoi se shoferi nuk kishte reaguar ndaj thirrjes të njerëzve dhe mjeti kishte vazhduar të lëvizte mbrapsht derisa ra në lumë. Gjëja e parë që bëra ishte të kontrolloj nëse kishte njerëz brenda. Nuk shikoj asgjë, uji ishte i errët dhe çantat e fëmijëve lundronin nëpër të. Për fat të mirë, ata kishin zbritur më parë në muze. Prandaj brenda ishte vetëm shoferi, tha ai. Teli hyri në autobus përmes një xhami të thyer dhe gjeti shoferin pa ndjenjat përmbysur në vendin e tij. E mora dhe e nxora nga uji bashkë me të tjerët, i dha ndihmën e parë, po nuk dihet nëse kishte ende shpresë. Ambulanca mbriti shpejt dhe tentoi ta rikthente në jetë, por pas 40 minutash na thanë që nuk je doli, përfundoi ai. Ky akt heroik ka marrë vëmendjen e madhe në Itali, ku William Teli po vlerësohet si simbol i guximit dhe humanizmit.